Një rast I dyshuar elmimi ushqimor është regjistruar në Akademinë e Sigurisë ku rreth 60 kursant kanë kërkuar ndihmë mjekësore pas konsumimit të darkës në ambientet e institucionit. Sipas informacioneve paraprake, 31 kursant u paraqitën mbrëmjen e së mërkurës në shërbimin infektiv të QSUT-s me simptoma si temperaturë dhe diare. Pas marrjes së ndihmës mjekësore, ato janë larguar në gjendje të mirë shëndetësore. Ndërkohë, mëngjesin e së njëjtës, edhe 29 kursant të tjerë të kolegjit profesional të formimit policor u drejtuan spitalit me simptoma të ngjashme. Pas incidentit është ngritur një grup I posaçëm hetimor I cili në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore dhe në drejtimin e prokurorisë po verifikon rrethanat e ngjarjes dhe përgjegjësitë e mundshme. Sipas të dhënave paraprake, menuja e darkës përfshinte pilaf, makarona, fasule, sallam, salcice, kos, qumësht dhe buk. Autoriteti Kombëtar I Ushqimit ka marrë mostra nga produktet e konsumuara, të cilët do t'i nënshtrohen analizave laboratorike për të përcaktuar nëse ushqimi ka qenë shkaku I elmimit. Në të njëjtën kohë, analizat mjekësore të kryera ndaj kursantëve pritet të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të rastit. Lidhur me situatën ka reaguar edhe kompania Sorial e kontraktuar për furnizimin me ushqim në Akademinë e Sigurisë. Në një deklaratë publike, kompania pretendon se në ambientet e institucionit janë konstatuar raste të futjes dhe konsumimit të produkteve ushqimore të porositura jashtë sistemit të furnizimit të saj. Gjithashtu ajo ka ngritur shqetësime për mungesën e disa kushteve higjieno-sanitare, përfshirë mundësinë e larjes duarve me ujë të ngrohtë dhe detergjent para vakteve. Ky është rasti I dytë brenda pak muajsh që ngri shqetësim për sigurinë ushqimore në Akademinë e Sigurisë. Në 6 maj, 56 student përfunduan në spital pas një elmimi të dyshuar nga ushqimi, ndërsa hetimet për atë rast vijojnë ende. Autoritetet pritet të publikojnë rezultatet e analizave në ditët në vijim, të cilat do të përcaktojnë shkakun e saktë të kësaj situate.